vijuar dhe e vjedhur në raport me diasporën, patronazhistët, mediat të kapura nga regjimi dhe njëkohësisht një kontroll i jashtëzakonshëm mbi jetët tona të përditshme. Sapo ka mbritur Belind Kılliçi. Belindi, përshëndetje, mirë se erdhe. Mirëmbrëma. Sot të kam thirrur sepse ti je marrë me ngjarjen me dinamikat e zhvillimeve në Bashkinë e Tiranës. Bashkia e Tiranës ti vetë e ke quajtur një nga segmentet më të korruptuara të shtetit shqiptar, aty ku janë bashkuar nga grykësia normale njerëzore deri tek një organizim diabolik për të vjedhur me arrogancë. Mirë po, nuk kanë munguar në studio televizive dhe bile është për të çuditur, po ata të gjithë që kanë bërë këtë proces dallohen sepse në të njëjtën ditë, në të njëjtën kohë, në Facebookut e tyre dalin me të njëjtën status të prodhuar dhe të bler majtas dhe atas për ta trajtuar kryetarin e Bashkisë Tiranës si peng i dashakeqësisë apo dallëdis kryeministrore të zotit Rama. Po në fakt ka dhe një lexim tjetër, dhe unë doja të di cili është leximi që nuk duhet të shkëputet, të erësohet, të mjegullohet ose të gënjehet për. Ka një lexim të vetëm të gjitha historie që Erion Velia është një hajdut, është një makut, është një njeri që instaloi në Bashkinë e Tiranës një nga modelet që do të mbahet mend për vite shumë gjatë, mendoj unë, të vjedhjes sistematike të qytetarëve të Tiranës, të vjedhjes në mënyrë kirurgjikale të taksave të qytetit të Tiranës, të baltosjes së kundërshtarit politik, të blerjes mediave, të shantazhit mediave dhe të spinimit lajmeve pikërisht për të prodhuar këto fake news-e, për të rrequr vëmendjen dhe për të hequr vëmendjen mediatike dhe presionin mediatik nga skandalet e vërteta, dhe si një njerëz që hyri në Bashkinë e Tiranës së bashku me lindjen e reformës në drejtësi, që tashmë nuk ka më qytetarë që nuk e kuptojnë që kjo është një drejtësi, thjesht një alibi për të padur një drejtësi në duart e kryeministrit, në duart e qeverisë, dhe që instaloi aty dy modele, korrupsioni dhe vjedhjeje, që do të mbahen mend, unë mendoj për dekada me radhë. Një, incineratori i Tiranës, që sot që ne flasim ka shkuar në vlerën rreth 200 milionë euro, vjedhja me këtë aferë korruptive, dhe flasim për një vepër publike që nuk ekziston. Pra, që në vitin 2017, kur është ajo shkresa e famshme me firmën Erion Velia dhe me vuljen e Bashkisë Tiranë, e deri më sot që jemi qershor 2025, ne vijojmë të paguajmë për një incinerator që nuk ekziston të paktën 80.000 euro në ditë. Dhe këto paguhen dhe garantohen nga buxheti i Bashkisë Tiranë, që duhet shkonte për kopshe, për shkolla, për të zgjeruar rrugët në Tiranë, jo për të ngushtuar rrugët në Tiranë, për të pastruar qytetin e tjerë. Dhe më pas, kryevepra e tij banditeske dhe makutërisë quhet skema 5D, që këtu do doja të ndaleshim pak shkurtimisht për t'ia rikthyer edhe një herë në vëmendje qytetarëve. Pra, fut në bashki pasi shkon në 2015 në aty si kryetar shokët e tij të ngushtë, shokët e tij të ngushtë i emëron drejtor, bashkëpunëtorët e tij më të afërt, dhe së bashku me ta ngre një skemë kriminale në cilën tenderat e Bashkisë Tiranë i fitonin 100% kompanitë e hapura nga shokët e tij, nga drejtorët e Bashkisë Tiranë, ose më saktë një kompani që ishte 5D-ja, dhe lejet e ndërtimit, një pjesë e tyre, ja firmoste shokëve të tij. Leje me vlerë 6 milionë euro që unë i kam denoncuar këtu ke ju, të paktën 3 leje ndërtimi që i ka marrë po 5D-ja. Ndërkohë, mos harroni skenat që shkonte ke banorët e Myslimketës, ke 5 Maj, i nxirrte me gaz lotësjellës në 4 të mëngjesit, në 5 të mëngjesit, i priste ujin përmes një prej drejtorave të 5D-s, i nxirrte me IMT-n përmes një drejtori tjetër që kishte 5D-n, dhe më pas tenderin për demolimin dhe shkatrimin e këtyre banesave. E merrte po 5D-ja, një drejtor tjetër, po i 5D-s, dhe më pas ndërtimin aty e bënte po 5D-ja. Kjo në vetvete ka qenë e vështirë kjo për të kuptuar nga njerëzit që është kriminale në kufi, auschwitzian, si më thënë, është çmenduri dhe ndaj doja të ndalesha dhe ta bëja edhe një herë këtë përshkrim. Për gjithë ata që mendojnë që Erion Velia po hyet në hak apo po sillet keq gjykata apo e ka tepruar gjykata etj, është po ky individ që në 12 shkurt, po ta mbani mend, u ankua GKK-ja dhe Spaku vet,
që kishin kërkuar ndihmë në policinë e shtetit për shkak se kërcënoi jeta e gjyqtarëve dhe e prokurorëve, dhe kjo është edhe pjesa e asaj non-paperit që është përmendur, dhe për herë të parë institucionet e shtetit shqiptar as nuk reaguan as policia e shtetit as gjë, sepse ai organizoi një protestë para dyerve të SPAK-ut të dhunshme, ku janë linçuar të gjithë prokurorë gjyqtarë me radhë, janë goditur makinat e shoqërimit të prokurorëve e gjyqtarëve për t'i ushtruar presion drejtësisë. Tani, kjo është një e vërtet e pakontestueshme. Por për t'u rikthyer ka ajo që the ti Adi, a ka dorë Rama dhe ke goditja Erion Veliaj? Sigurisht që po. Unë mendoj që po, për një arsye të vetme. Sepse Erion Veliaj sot në burg nuk është për këto vjedhje që unë përmenda deri tani, por është për një 1 milion euro shpenzime blerje veshmbathje të familjarëve të tij, për një vilë të padeklaruar dhe për një sistem të vjedhjes së parave publike përmes fondacioneve dhe NGO-ve të ngritura përmes shoqërisë civile, që ne mund të jemi vetëm vend botë që shoqëria civile nga mëngjesi darkë shan dhe kritikon opozitën, dhe nuk thot një fjalë për korrupsionin e qeverisë, nuk thot një fjalë për kapjen e medias, nuk thot një fjalë për kapjen e gjyqësorit, nuk thot një fjalë për feminicidin në vend, nuk thot një fjalë për rritjen e dhunës në vend, për gjuna urrëties e tjera, por gjatë gjithë kohës vëmendja është të goditet opozita dhe të shahet opozita, dhe më së miri këtë e mishëron kjo skema e vjedhjes parave me fondacionet dhe me NGO-t që kontrollonte Erion Veliaj personalisht dhe familjarisht, por kjo është e vetmi aferë që nuk të çon ke Edi Rama në fakt. Kjo është një aferë që fillon dhe mbaron vetëm me Erion Veliaj. Inceneratori do ta çonte tek Rama? Patjetër. Edhe 5D-ja ka Rama. Dhe për këtë arsye, sepse mos harroni, një nga përfituesit më të mëdhenj të kësaj skeme, sot me bekimin e Ramës po shkon në parlament. Shagron Malaj është ish drejtori i lartë i OSHE-s, ish kryetari i Bashkisë Matit, vllai i të cilit ka vjedhur para dhe me inceneratorin e Tiranës, dhe është i përfshirë në gjitha skemat e vjedhjes, edhe me labrisën me hotelin në Dërmi, edhe me kompani tjera që qarkullonin me clearing dhe tenderat, pra në këmbim të një tenderi që merrte në Bashkinë Tiranë, i vllai i tij jepte një tender tjetër në mat kompanisë të 5D-s, këtyre të Bashkisë Tiranë. Domethënë, të gjithë të rrjet merimange dhe vjedhje e ka ideuar Erion Veliaj pa diskutim me bekimin dhe monitorimin dhe mbrojtjen e Edi Ramës. Por për të mos u goditur për këto dy afera që mund të çojnë ke Edi Rama dhe të çojnë ke Edi Rama, nëse do të kishim një drejtësi normale, nëse do të kishim një drejtësi që hetonte krimet, korrupsionin, krimet zgjedhore etj. Dhe nuk merret, po të marr vetëm rastin që për mua është më qesharaku me shkarkimin nga punat një drejtori të Bars Pahis. Mos harrojmë, domethënë sot Bars Pahia, deputeti i Partisë Demokratike, ish kryetar bashkie, është në SPAK, se nuk po përmend veten time, po është në SPAK se ka hequr nga puna një drejtor që e kishte gjykuar të tillë dhe që ja kishin vlerësuar dhe raportet e tij edhe të brendshme etj. Si një drejtor që nuk performonte. Pra për këtë arsye sot Bars Pahia vjen të jetë dyerve të SPAK-ut, dhe ndërkohë këta hajdut, këta bandit, këta njerëz që kanë vjedhur me makutrin më të pashembull qytetin e Tiranës, sot që ne flasim, kemi parë një lajm. Çfarë zhvillime ka për këto 5 shesë? Janë dënuar me nga 8 muaj burg sot, me 9 muaj burg. Pra në kohën që unë denoncoja Eglantina Zëren, ish kryetaren e Partisë Socialiste në Laprak, një prej personave që udhëhiqte skemën e vjedhjes me 5D, sepse kjo është çështje modeli, çështje fryme, me Tirana Parkingun, pra me kompaninë e parkimit Tiranës që i është marrë shpirti qytetarëve, i mbani mend ato mesazhet që vijnë kur parkon makinën që kjo pagesë shkon për fondin e pyllit orbital, që nuk ekziston, Adi, këto 1 milion pemët që nuk ekzistojnë, që janë vjedhur gjitha këto parat, dhe kjo skem ishte sërish një skem korruptive, rezultoi që 8 muaj burg të bëjnë këto. Unë fokusin nuk e kam ke zyrtarët e dorës tretë, as ke kjo, as ke drejtoresha e klubit sportiv Tirana që është dënuar me 9 muaj burg mos gaboj, as ke disa gra tjera, zonja tjera, apo zotrinj që kanë qenë zyrtarët nivelit 3 e 4, antarët komisioneve të vlerësimit ofertave që janë dënuar me 6 muaj burg, sepse në thelb nuk janë ata përfituesit real dhe fundor dhe iniciatorët dhe krijuesit e kësaj skeme. Pa shkuar ke kreu i kësaj skeme, që është Erion Veliaj, dhe ke garantori i kësaj skeme, që është Edi Rama, nuk do të ketë drejtësi në Tiranë dhe nuk do të ketë drejtësi për qytetarët e Tiranës. Edhe drejtorët që janë sot në burg, në burgun e Fierit, ekzekutuesit e skemës 5D, janë levat e Erion Veliajt. Janë njerëzit ushtarët që kanë quar përpara këtë skemë. Por sërish nuk mund të mbajnë ata të gjithë përgjegjësinë e kësaj skeme, sepse kjo skemë ka shërbyer
për të çimentuar vjedhjen në Bashkinë Tiranë, për të mbajtur në zyrë një kryetar bashkie që vjedh taksat e qytetarëve, një kryetar bashkie që grabit qytetarët e Tiranës, që vjedh para dhe me ato para shkon blen vota dhe më pas pasi blen votat vjen të vjedhë buxhetin për të bler prap vota. Dhe këtë mekanizëm e ka ngritur Erion Velia dhe Edi Rama. Të ka bërë përshtypje reagimet e kryetarit të bashkisë me përmendjen e karmës, domethënë kujt po i flet tani për çfarë motive? Se të ngjante në pamjet parë, sigurisht ishte një reaksion raport me vendimin që ka marrë gjykoja sot për ta lënë në burg ose ndoshta edhe jep mesazhe subliminale. Në gjykimin tim ai mesazh shkon për Arbian Maznikun, për shkak se një nga personat që është përfolur shpesh si Nesti Angoni, është edhe Biftek Mazniku, e kemi quajtur shpesh ne, personi që e hante 1.000 euro biftekun, të Nesreti, miku i Edi Ramës. Personi që në fakt rezulton si firmtari i tenderit korruptiv, nëse e mbani mend, dhe ajo është në fakt piknisja e gjithë denoncimeve, sërish e denoncuar nga ana ime, rrugës Gjon Belushi, në njësinë numër 4, ku ja rikthejmë edhe një herë vëmendje qytetarëve. Puna bëhej për shtrimin e rrugës me punëtorët e Bashkisë Tiranë, me asfaltin e Bashkisë Tiranë, me mjetet e Bashkisë Tiranë, tenderohej fiktivisht, pasi ishte përfunduar, jepi një kompania mbante vetëm lekët për të shlyer detyrimet në shtet dhe parat shkonin kesh në xhepat e drejtorëve të PSD-s për të bler vota në fushat. Dhe këtë e ka firmosur në djenin time, sepse dhe unë jam paraqitur në Prokurorinë e Tiranës për dhënë dëshminë time për këtë rast, rezulton që ka firmosur Arbian Mazniku, këtë procedurë tenderuese, fiktive, po e them edhe një herë me përgjegjësinë më të plotë. E kam thënë dhe para organit akuzës edhe kudo. Por nuk është vetëm kjo, janë edhe parat që i çonte biznesit familjar të restorantit familjes tij, që i çonte para nga Bashkia e Tiranës. Pra, një makutëri Adi e pashëmbullt, e pa dëgjuar. Dhe në fakt rezulton nga shumë në fakt to janë gojdhëna, unë nuk i kam të faktuara, sepse për Nesti Angonin ka disa hipoteza, mbase mund të jetë Mazniku, mbase mund të jetë Belinda Balluku, mbase mund të jetë Blendi Gonxhe, ne këtë nuk e dim. Por një gjë e dim, ama, një gjë e dim. Profili shkon natyrshëm, nuk është që zgjidhet kaq kollaj. Po bravo, duhet të jetë një njerëz shumë i afërt që di historikun e vjedhjeve dhe abuzimit të Erion Velie, dhe kjo në fakt bën me faj edhe gjithë Partinë Socialiste, sepse tregon që në fakt ata të gjithë kanë ditur realitetin. Po të gjithë janë fshehur prapa propagandës, janë fshehur prapa fuqisë dhe makinerisë së hajdutrisë të Partisë Socialiste dhe asaj dëshirës së pa epur për të vjedhur parat e buxhetit shtetit që ta jep këtë mundësi vetëm kjo makineri vjedhje dhe për të qenë pjesë e lojës, për të qenë pjesë e tavës, kur i thon. Pse nuk do duhet ta mbanin mirë me njëri tjetrin për të vjedhur që gjithë bashkë. Kur do ta lidh Partia Demokratike në narrativën e vet inceneratorin me kryeministrin e vendit, si më thën, ose me sekretarin e përgjithshëm. Jo, në kuptimin që të bëhet një dokument i madh, një paper, jo një non-paper, një paper, i cili të bëhet me sa të mundet e mirë justifikuar, me qëllim që të kuptohet, sidomos nga të huajt, por edhe nga njerëzit e zakonshëm, se inceneratorët Shqipëria është në një emergjencë skandaloze mbeturinash. Shqipëria është një vend kaq i pist, tani më Tirana është e qelbur gjithandaj. Shqipëria që kur hyn në Murriqan, e derisa del në Konispol, është një vend i qelbur me plera. Do të duhet që të pastrojë. Nuk është pastruar, ndërkohë inceneratorët janë vjedhur. Janë dy procese, të cilat nuk mund të qëndrojnë pezull, Belind. Patjetër, shumë e vërtet, dhe kjo fal Edi Ramës, sërish, për ta them edhe një herë. Dhe në asnjë moment, Adi, nuk e kemi hequr vëmendjen nga Edi Rama, nuk e kemi hequr vëmendjen nga kryeministri, dhe në asnjë moment nuk kemi lënë pa informuar edhe partnerët e huaj që ju thoni, por dikush ka mbyllur syt, dikush ka bërë sikur nuk e ka parë, dikush ka bërë sikur nuk i ka interesuar. Edi Rama në këtë rast, përveç se është ideatori dhe garantori, e thashë pak më parë, i kësaj skeme kriminale, që është vjedhja me inceneratorin e Tiranës, është njeriu që ka vendosur rekord botror, Adi, që i ka dhënë 8% bonus të pikëve në gar, në tender, një kompanie që nuk ekzistonte, që ishte inceneratori i Tiranës. Pra ju po më thoni që kryeministri i Shqipërisë, ai që ka informacion për patronazhistin më të fundit Partisë Socialiste, ai që ka çdo ditë në tavolinë e punës një raport se sa like merr në Facebook, sa komente, sa share,
kush ka shkruar diçka pozitive apo negative për të. Ai që ka në dorë sot shërbimin informativ të shtetit, policinë e shtetit, shërbimin informativ të ushtrisë, gjithçka në këtë vend, nuk ka patur informacion që kur ka firmosur me firmën e tij, është firma e tij që e bën automatikisht fajtor dhe e implikon në këtë skemë. Dhënien e një bonusi për një kompani që nuk ekzistonte në QKB, ky s'pas ka patur informacion dhe ka qenë një firmë genuine. Këtë nuk ka budallan në tokë që e beson. Okay. Nuk ka një njeri në tokë që e beson. Prandaj unë po them që sot Erion Veliaj me të vërtet është në burg, me të vërtet është aty si një hajdut, sepse hajdut është, mos e harrojmë për asnjë moment, por problemi është që nuk është aty për dëmet e mëdha që në të vërtetë i ka shkaktuar kryeqytetit, për inceneratorin dhe për PSD-n, por është për këto skemat e tij personale familjare, për të cilat Edi Rama është i qetë sepse nuk implikohet drejt për drejt. Dhe këtu hyn pasaj ke drejtësia me regji. Një drejtësi me regji që nuk i shërben qytetarit shqiptar. Një drejtësi që bëhet selektive, një drejtësi e cila godet me anësi politike dhe një drejtësi që godet më së shumti opozitën dhe ledhaton apo laton deri diku pushtetin. Një drejtësi që merr porosi nga kryeministri, një drejtësi që i shërben kryeministrit për t'i pastruar figurën aq sa mund t'ia pastrojë. Sepse është një drejtësi që ende nuk shpjegon dot si ka mundësi që kryeministri ka firmosur këtë VKM-n dhe këtë bonusin 8%, pasi ka marrë dhe 2 herë njoftim me shkrim nga 2 ministrat e tij që kjo kompani nuk ekziston, pra si mundet futet në mbledhje qeverie ky projekt vendim. Sekretari i përgjithshëm e fut në mbledhje qeverie këtë vendim, Dona Gaçio, që i themi shpesh në PD-s, por që Berisha shkëlqen me epitetet, dhe që askush nga këta nuk mban përgjegjësi dhe as nuk merret në pyetje. E dini ju që Erion Veliaj për 5 dën nuk rezulton as në listën e dëshmitarëve? Pra, në djenin time, deri tani janë thritur rreth 63 dëshmitarë, do të rriten, së bashku me drejtorët, dhe Erion Veliaj nuk figuron as në listën e personave apo dëshmitarëve që mund të pyeten për çështjen. Është personi që ka firmosur me firmën e tij 30 milionë euro tendera dhe 3 leje ndërtimi dhe nuk merret në pyetje. Ndërkohë, e keni çdo ditë organin e akuzës duke edhe task forca për krime zgjedhore, se dua ta përmend këtë, Adi, të lutem, më jep edhe 1 minutë kohë. U ngrit me bujt madhe një task force që do të bënte keni ndërtuar dhe ju një vetëdije të temporit me programin. Do të bënte namin me parandalimin e krimeve zgjedhore, me hetimin e personave që blejnë vota, që keq përdorin administratën publike etj. Zero bilanc, madje task forca e Spagut ka shërbyer si alibi për Edi Ramën për të vjedhur zgjedhjet. Dhe task forca çka ka bërë? Ka hetuar deri tani disa funksionar të opozitës, ka goditur opozitën dhe nga ana tjetër për qeverinë na rezulton që ne kemi një qeveri që nuk ka kryer asnjë vepër penale në zgjedhje, nuk është bler asnjë vot, nuk ka asnjë krim zgjedhor dhe fajin e ka vetëm opozita dhe sërish fajin e ka Berisha sipas tyre. Pra mbetemi ka ajo strategji që ju e nisët emisionin, që spinohet pra pjesë e këtij spinimi edhe të lajmit, edhe të vëmendjes mediatike, po edhe të fokusit, tashmë nuk është bërë vetëm fuqia korruptive e Partisë Socialiste dhe orientimi mediatik që bën PS-ja, por tash i lojë dhe satelitë është bërë dhe Spaku, sepse i shërben kësaj narrative, që fajin nuk e kanë këta që vjedhin, po fajin e kanë këta që vidhen. Fajin e ka PD-ja, pse nuk mori armët të vriste PS-n, që po i vidhte votat. Ndërkohë PD-ja nga mëngjesi në darkë është në denoncime të vjedhjes zgjedhjeve, të krimeve zgjedhore, të personave që votojnë nga 4 herë, u tham pak më parë se ndoqja dhe intervistën me Marashin, personave që hapin kutinë, kthejnë kutinë përmbys për të marrë vërtetën, ajo është e paprecedent. Ai duhet ishte arrestuar ai individi sot që flasim. Nuk ka asnjë reagim nga Spaku. Ai personi që ka votuar 4 herë, që i çon te karrige, mos lodhet, të ulet, që voton me 4 fletë, duhet arrestuar. Komisionerët duheshin marrë në pyetje. Personat që japin duheshin marrë në pyetje, zero reagime. Ky është realiteti ku jetojmë aty. Panorama është e trishtë dhe e shqetësueshme, zhvillimet janë interesante. Belindi, të faleminderit që ti vjen gjithmonë në studio. Di që edhe nesër në mëngjes do flisni për nesër në mëngjes, pasi ti jem sërish këtu në studio ke ju, se do të jem ke një emision tjetër tek Flavio, me shumë kënaqësi, sepse kam bërë një mungesë aty disi gjatë. Do të nisem pa diskutim, do të nisem. Në televizionin ndjej mungesat. Patjetër me drejtë. Jemi të ndjeshëm. Jo, po për hir të vërtetës jeni një dritare, mbase vetmja dritare e të vërtetës në Shqipëri dhe vetmja dritare e hapur për opozitën non stop, ku mund thonë të vërtetat që shumë televizione tjera nuk e kanë kurajon të thonë për shkak të interesave. Faleminderit. Kështu që nesër do të jemi në procesin e rinumërimit të kutive të Tiranës.
Mbas pak minutash ne do të flasim për atë që praktikisht po ndodh tani në Bashkinë e Tiranës, sepse atje ka sy e vesh që e ndjekin të gjithë dinamikën me shumë kujdes. Unë do të flas me Dorian Telitin, i cili do të lidhet me mua, do të vi këtu, dhe pastaj do t'i kthehemi prap artit dhe kulturës, se do të vi Rita Gjeka për një intervistë.